Një qershori është i mbushur me aktivitete të larmishme nga të gjithë fëmijët në të gjitha qytetet. Në shkollën jo publike Nënshkruesi i Pavarësisë në Bisefa, vogëlushët së bashku me edukatoret organizuan një aktivitet me këngë, valle dhe recitime, ku ishin të pranishëm edhe prindrit. Kjo ditë lumturoi prindrit kur pan fëmijët me buzëqeshjen e tyre të ëmbël. Buzëqeshjet, entuziazmi i fëmijëve emocionoi dhe edukatoret, të cilat u shprehën se ishin krenare për ta. Fëmijët e kopshtit tonë Nënshkruesi i Pavarësisë në Bisefa festuan festën e një qershorit, ditën ndërkombëtare të fëmijëve, ku zhvillua një festë ku fëmijët morën pjesë me vjersha, interpretime dhe këngë, valle dhe kërcime të ndryshme. Përveç festës së një qershorit, ne organizuam dhe përcjelljen e fëmijëve për në klasë së parë, ku la një shije shumë të bukur, ku fëmijët ishin të veshur me veshjet e diplomimit dhe uroj suksese fëmijëve për në klasë së parë. Falenderoj të gjithë prindrit që ishin pjesëmarrës në këtë festë dhe që punuan së bashku me ne për të organizuar këtë festë kaq të bukur.